Ata që duan të punojnë më shumë janë nga zonat rurale. Por që të vinë në Korçë është e pamundur sepse duhet punojnë vetëm turni parë. Turni parë nuk I le vetë biznesit që ta mbaj një person. Dhe në qoftë se ai do të vinë në Korçë, duhet të marrë një shtëpi me qira. Një shtëpi me qira është 200.000 lekë, le të themi, dakor? Me vështirësi për t'u gjetur. Po, me vështirësi për t'u gjetur. Me kushte jo shumë. Ndërkohë që ti rroga ti ke 350, nuk po e ul më poshtë, pavarësisht që një pak minimale po. Po, ka edhe më poshtë, por gjithsesi unë po them 350, 200 qeraja, ujë, drita, njëra tjetra, ty nuk të dalin kosto që. Dhe fatkeqësisht, dua ta theksoj që të gjithë ose nuk do të përfshij të gjithë, një pjesë shumë e mirë e atyre që jetojnë në qytetin e Korçës, fatkeqësisht janë brez dembelash. Sepse për mua e ka fajin prindi, I cili I thot më mirë të t'japun këtë 5.000 lekë, se sa ti të punosh, po sepse problemi është që okay, ndiq shkollën, po nuk mund të mbarosh shkollën për menaxhim biznesi, ndërkohë që s'ke punuar një kamariere. Kupton, nuk bësh dot një menaxher lokali pa punuar një kamarier.